Nëse vuani nga hernia diskale, qoftë lumbar apo cervikale dhe është aktive, këto janë disa elemente të kyç që ju duhet i keni parasysh. E para janë hedhjet në litar apo ushtrimet kardio, ushtrimet ritmike që ju detyrojnë që ju të hidheni dhe kjo mund të dëmtojë shtyllën kurrizore dhe të çojë në agravim të gjendjes tuaj. Dyta, vrapi për një kohë shumë të gjatë ose thjesht një vrap i lehtë mund të shkaktojë agravim të gjendjes. 3. Qëndrimi ulur për një kohë të gjatë. Pra, nëse ju qëndroni ulur për më shumë se 8 orë, patjetër që kjo është një ndër predispozitat për të theksuar gjendjen tuaj. Çfarë do thotë? Rekomandohet minimalisht që të ngriheni nga karrigja çdo 30 minuta, të rini 5 minuta të relaksuar apo në këmbë dhe më pas të vazhdoni punën tuaj. 4. Është e rëndësishme të shmangni udhëtime të gjata qoftë me makinë, me autobus, të cilat ju detyrojnë që të qëndroni ulur dhe mund të shkaktojë edhe ato tronditet që mund të pasojë makina gjatë rrugëve. 5. Janë ngjitja e malit apo ecja në terrene të vështira. Një rrëshqitje apo një tronditje e vogël mund të çojë në agravimin e situatës tuaj. Është shumë e rëndësishme që këto element t'i keni parasysh. Përveç këtyre bazike, është edhe rrotullimet që ju ndoshta nuk i vëreni gjatë përditshmërisë tuaj. Pra në moment që ju kap një objekt nga njëra anë apo nga ana tjetër, kjo gjithashtu mund të theksojë gjendjen tuaj. Ndaj është shumë e rëndësishme që këto gjëra t'i keni parasysh në momentin që ju keni herniën aktive. Për më shumë informacione mund të na kontaktoni në numrin e telefonit 068 44 21 564. Ju mirëpresim.